E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Ashtu siç në fakt e keni pritur tërë ditën, ashtu siç e keni analizuar tërë ditën, a është takuar Brikena me të kunatën, a është takuar me familjen të Mateos, çfarë po ndodh me të? Brikena së fundmi ka përzgjedhur që të ndanë një video duke u kënaqur dhe duke u argëtuar me Kesin, do me thënë me kunatën e saj. Duket që gjërat kanë nisur shqyqur Zotit mbare mirë. Brikena duket shumë e lumtur, Kesi duket shumë e lumtur, duket shumë pozitive, duket shumë me energji të mirë që në fakt ka takuar Brikenën dhe që të dyja janë duke i dhënë një suport Mateos. Kjo vetëm që e konfirmon marrëdhënien që është zyrtare, kjo vetëm që e konfirmon situatën që është mbështetur nga të dy familje, do me thënë është duar trokitur marrëdhënia dhe nga familja e Mateos dhe nga familja e Brikenës. Uroj që të ketë qenë pjesë edhe nëna e Mateos dhe të ketë ngrënë llokumin, sepse Brikena tha që në momentin kur ja dha llokumin, nëna e Mateos tha që do ta ham jashtë këtë llokumin të gjithë së bashku, dhe siç duket ky llokumi u bë sebepi që gjërat u qartësuan. Në video unë e shoh motrën e Mateos, e shoh shumë pozitive, e shoh shumë të lumtur, do me thënë e kënaqur është që ka takuar Brikenën dhe që po krijojnë këtë marrëdhënie dhe që po ndërtojnë këtë marrëdhënie së bashku, duke që ka një botë shumë të përbashkët, do me thënë duke që të dyja janë shumë gazmore, janë shumë pozitive dhe unë uroj me zemër që kjo marrëdhënia tu shkon në këtë formë kështu. Që të dyja bëjnë tifo për Mateon, do me thënë Mateo ka mbështetjen më të madhe. Unë e di që Mateo po të kishte mundësinë që të ishte tani jashtë, do të ishte njeriu më i lumtur në botë, sepse pikën më të shenjtë dhe më të dobët në jetë e ka motrën e tij, e ka Kesin. Tani unë e di që Brikena këtë gjë nuk e bën për fytyrë, sepse ajo ka treguar një lloj ndjeshmërie ndaj familjes, vetë në Big Brother, do me thënë ka thënë që unë jam ajo vajza që e dua dhe preferoj që të jetoj me familjen e burrit, që të jetojmë të gjithë së bashku në një shtëpi, të kënaqemi, të argëtohemi, dhe siç duket Zoti ja solli gjërat në atë formë që Brikena të jeton në një familje kaq të madhe, kaq pozitive dhe me kaq energji sa e ka familjen, do me thënë Mateo. Dhe kjo është për t'u duar trokitur. Unë i dua këto vajza, i mbështes, sepse në ditët ku ne jetojmë, pa marrë parasysh se çfarë stadi në jetë arrim, rëndësika që ne të respektojmë dhe mbështesim familjarët e personave që ne kemi në zemër, dhe në këtë rast Kesi dhe Brikena duken shumë të lumtura dhe shumë pozitive me njëra tjetrën, do me thënë po kalojnë në një energji jashtëzakonisht të bukur.